Sipas Kuranit, sura 98, kush janë më të ndytat krijesa? Krijesa. Po, çka e më e ndyta krijesë për ty? Me dëmshmja krijesë, me keqja krijesë. Deri. Deri? Po. A di çka thot Allahu? Ha. Që futet krishterët janë më të dëmshëm pejton krijesët, më të keqja krijesë. Nuk e thot më keq se deri, po ajo ipso facto do me tha se më të keq se deri. Ajo më keq se deri ju. Për mu jo. Për Allahun tat po. Për mu jo. Po shoko, e di për ty. Po për Allahun tat po, për ata u thom, kjo fe e ky libër nuk kanë nga Zoti more burr. Si muj Zoti me tha njerëzit që ai ka krijuar, që Biblia thot jem të krijuar në përngjasimin e Zotit, me tha se ky njeri në përngjasimin e Zotit, unë jam më i ndyti pej tan krijeset. Përdore logjikën. Ai ti më the të shtëpia. Apo na gjen pro qatë faqe ku po thuti që me që po thuti jemi ju ma të ndytur se deri. A lexon dikun edhe a lexon dikun, ma thuj ti ma gjeni një fakt, thuj që kjo është e shkruar me që është në Kur'an, vlla, është në Kur'an. Ma gjej pra dhe ti ma thuj mu po, që... Po hapë Kur'anin, po ta gjej, me njeru. Unë jam jashtë, ma gjej ti mu një fakt kur është që unë, okay. Pa të kokna gabim që të rastin kur ti thu që nëse unë i kam 1000 shok, katolik edhe unë jam kundrejt Zotit. E gjeta. Hajde, ma thuj. Sura 98:6, kjo surja Bajne. Ska dyshim se ata të cilët nuk besuan nga ihtarët e librit, kush janë ihtarët e librit që fut e të krishterët, do të jenë në zjarin e xhehenemit, aty do të jenë përgjithmonë për ata hoqëve që të kasni që thot nën Terezia thot në xhehenem, por ai nuk përqa. Ai është alhamdulillah, po kur dali me fol, e me tha, që u fol hoxha? Mos ta përqa. Pse nuk i thua hoqë që të kasneqit, si mu që me një tha, për një motër shqiptare që jendero krejt botë e thirnon, e kur ka pa nevoj Kosova, me kërkua njëm pe i botet, kini dal me fotografia, me tha jem fëmija non Terezes, sot në fund xhehenemit, si paç hoqë që të kasneqit, që ka thot? Të tillët janë krijesa më e dëmshme, krijesa më e ndytë. Çka thua ti tash? A beso këtë Allah apo jo? Shok, të përshëndesun. Përshëndet tash.